Artan, të njëjtën pyetje doja ta bëja. Kam përshtypjen që presidenti Macron insiston fuqimisht pikërisht ke kjo tezë, dy shtetshmëria dhe mbetet e përkushtuar ndaj saj dhe synimi i njohjes, pra ai tsunami diplomatik, pikërisht këtë kërkonte, që Palestina të vlerësohet si shtet më vete dhe të bashkëjetojë me Izraelin. Apo jo? Pikërisht mbi këtë ide ishte bërë edhe një iniciativë pak kohë më parë midis vendeve të Ligës Arabe. Është një iniciativë franko-saudiane ku për herë të parë të gjitha vendet e Ligës Arabe nënshkruan një dokument ku njihnin shtetin e Palestinës dhe kjo do të synonte tensionimin në të gjithë rajonin. Si kundërethave parafolsi me shumë të drejtë, ka tensione shumë të larta, ka urrëtie shumë të larta midis të dy vendeve, por ky nënshkrim i këtyre deklaratave të parës që u nënshkrua pak ditë më parë, deklaratës franko-saudiane për njohjen e shtetit Palestinës dhe për mbrojtjen e shtetit të Izraelit, për mos prekjen asnjë shtetasi izraelit, shkojnë të dyja në të njëjtën drejtim. Ktu e ka vënë theksin edhe presidenti francez Emmanuel Macron. Nga ana tjetër, nëse do të shikonim krahun tjetër, ka qenë një presion jashtëzakonisht i fortë i qeverisë izraelite ndaj Francës, ndaj qeverisë franceze më eksaktësisht përballë Macronit, saqë vetë Benjamin Netanyahu ka thënë atë shprehjen e shumë të rëndë që nëse do të ndjekim rrugën që propozon Franca, atëherë ne do të shkojmë në një vetmohim si popull izraelit, ka thënë Benjamin Netanyahu. Duke thënë edhe këtë tjetrën që nëse do të arrihet në këtë nënshkrim të krijimit të dy shteteve, të shtetit palestinez dhe të njohjes edhe nga ana e vendeve të tjera, pra të Palestinës dhe të Izraelit, atëherë Izraeli do të bëjë reprezalje të stilit diplomatik, pra ne do të mbyllim konsullatën e përgjithshme franceze në Jeruzalem. Është kjo një pikë shumë sensitive në aspektin diplomatik që nuk mund të rrinte pa marrë një përgjigje edhe nga diplomacia franceze, për të cilën Franca tha se duhet të gjejmë zgjidhjet në tavolinë për të ulur atë që është vrasja e jetëve njerëzore, vrasja e njerëzve, genocidin dhe për të gjetur rrugën e përbashkët për paqen. Pikërisht këtij vendimi i shkon përballë edhe iniciativa tjetër që është bërë për herë të parë me autoritetin palestinez që të zgjidhet një zëvendës president i ri i autoritetit palestinez të ketë reforma të plota, jo vetëm në kuadrin e qeverisë së re që mund të marrë Palestina, por edhe në struktura të tjera, si për shembull në arsim, të gjitha programet arsimore duhet të modernizuar duke synuar drejt paqes. Qartë. Të falenderoj, Artan.